Gjendet i pajet, prezantuesi i famshëm. Në një zonë shkëmbore të plazhit Akia Marina, në Symit e Greqisë, ku ishin përqendruar kërkimet për prezantuesin e zhdukur të BBC-s, trupi i Mikhail Mosli u gjet pas 5 ditësh. Çadra që ai mbante në dorë ditën që u zhduk u gjen pranë tij, ndërsa ai mbante edhe një orë digjitale. Pak pas orës 14 të së enjtes mbërriti nga Rodosi në Symi mjeku ligjor. Kryebashkiaku i Symit, Lefteris Papakollodalas, kishte hipur në varka me gazetarët për t'u treguar atyre vendet e rrezikshme. Atje, duke filmuar me kamera, pikasën trupin e prezantuesit 67 vjeçar që dyshohet se ndodhej në atë vend për të bërë video me pamje nga zona. Në vark ndodheshin gazetarë nga disa media dhe televizione greke, si dhe kolegët e tij nga mediat e huaja. Sipas përshkrimeve, trupi i prezantuesit britanik nuk ishte i dukshëm me sy të lirë, por u kap nga kamerat e telefonave celular, të cilët regjistruan pamjet dhe u desh të zmadhonin në vendngjarje. Roja bregdetare u thirr menjëherë në vendngjarje për të rrethuar zonën. Sipas Independent, zjarrfikësit kanë hetuar një sistem shpellash që nga dje, të cilët banorët i përshkruajnë si humnera. Siç shpjegojnë ata, rrjeti i shpellave, i cili ndodhet në një plazh piktoresk, përbëhet nga 10 tunele, të cilat mund të mbushen shpejt me ujë deti. Mosli u pa për herë të fundit duke u larguar nga plazhi i Agios Nikolaos në orën 13:30 të mërkurës, kur besohet se po shkonte në bregun bregdetar për t'u kthyer në pedi aty pranë.